ka të drejtën për të marrë nënshkrime dhe për të tentuar me u zgjedh deputet e Republikës Kosovës. Po, për më intereson qëndrimi i vetëndosjes. Po tash ne po e them sërish, nuk mund të mendoj për hapjen e tretë ose të katërt në fakt, pa i kry këtu procedurat më parshme. Por nuk na bie ndërmend të punojmë për president përderisa nuk kemi kuvend, sepse presidenti zgjidhet në kuvend. Ne duhet fillimisht të bëjmë numrat e të zgjedhim kuvendin, pra të funksionojmë, të konstituojmë kuvendin, të zgjedhim qeverinë. Numrat janë. Numrat janë, po numrat janë duhet të realizojnë ata numra, sepse numrat jemi, po duhet të shkojmë kuvend, është një procedurë aty, duhet të verifikojmë mandatet, dhe bëhet betimi, të konstituohet kuvendi, të zgjidhet kryesia. Pas kryesisë fillojnë trupat kuvendit më funksionalizu, zgjidhet edhe qeveria, pastaj në hapjen e tretë shkojmë te presidenti. Po, por është data 4 mars, ajo që nuk duhet të kalohet pa u zgjedhur. Mendoj që jemi shumë herët. Herët edhe pse është më pak se një muaj, ne që jemi në 6 Shumë herët jemi, sepse ne analizojmë dhe punojmë pothuajse panol. Pra është gjatë për të marrë një muaj me çështjen e presidentit ose presidentës, Unë po them që është herët, sepse ne kemi mundësi dhe kemi kohë të bollshme për të vlerësuar se cilin kandidat sa i plotson kusht apo jo dhe a duhet deputet të japin pra votën për atë kandidat. Pra ka kohë së dush. E rëndësishme është që imediate është që kuvendi të konstituohet. Megjithatë, si vetëvendosje, jeni të hapur për bashkëpunim me opozitën?